O ju njerëz, mos t'ju mashtron juve dynjaja, sepse dynjaja shkon shpejt. Mos t'ju mashtron rinia, sepse shumë shpejt kalon e vije pleqëria. Mos t'ju mashtron shëndeti, sepse shumë shpejt kalon e vije sëmurja. Mos t'ju mashtron pasuria, nga se edhe e kalon e mund të vije varfëria. Mos t'ju mashtron grupi i madh e antarëve të familjes e shokët e miqt e shumë të tjerë, sepse shumë shpejt vije vetmia, e shumë herë vetmia shumë kujt i vije në dynja, sa që e mërmalli me qel gojen me diken, e lërë më kur t'i vije agonia vdekjes, e ta varrosi me robin, as kush prej neve nuk përrin me ta, por përrin veton, dhe krejt vetëm me amelet e veta që i ka. Falendrojmë Allahun e madhëruar te bareke o teala, qyshi për këtë lartë madhërisë e tij, salavat dhe selam i dërgoj Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, e familjes së tij, shokëve të tij, dhe të gjithë atyre të cilët kanë ndjekur dhe pasuar rrugën e atij burri të madh, derisa të kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar vëllezër musliman, i madhi Allah Azza wa Jall në fund të surës Luqman i urdhëron në mbarë njerëzimin që t'ja kenë dronë të madhit Allah edhe të përgaditën për ditën që kanë me dalë para lartë madhërisë të tij, atë ditë ku askush nuk ka prej askuj dobi, pas prej ameleve të cilat i ka bërë, dhe prej rahmetit të Zotit sa të do Allahu ta mëshiroj. Thot Allahu Azza wa Jall, mas a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin aw walidihi shay'a. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. O ju njerëz, frikësojuni të madhit Allah Azza wa Jall, frikësojuni ditës kur prindin nuk mund të bëj as pak dobi fëmijët, e as fëmiu prindrit, vërtet premtimi Zotit është hak. Andaj mos t'ju mashtroj juve dynjaja, dhe mos t'ju mashtroj juve krye mashtruesi shejtani i mallkuar. Me këtë ajet kuranor, sikurse edhe me shumë ajete tjera të ngjashme, i madhi Allah urdhëron krejt bijtë e Ademit, duke filluar nga Mekasit idhujtarët pagan Mekas, të cilëve u zbritnin këto ajete, po edhe qefutëve të krishterëve dhe të tjerëve të asaj kohë të atij zamani, por edhe të tjerëve pas tyre derisa të kësaj dite dhe deri në kiamet. O ju njerëz që dyshoni në lartëmadhërinë e Allahut, o ju njerëz që dyshoni në ringjallje, frikësojuni të madhit Allah, i cili u ka krijuar dhe ka krijuar çdo gjë, i cili u furnizon
dhe në dorën e tina është rreziku juaj, është jeta dhe vdekja juaj dhe çdo gjë tjetër, i cili çdo gjë në këtë dynja ka nënshtruar për ju dhe i ka vërë në shërbim tuajin, o ju njerëz. O ju njerëz, frikësojeni Allahut të madhruar, duke mos i bërë atina shirk, duke mos adhuruar askënd karshi tij dhe bashkë me te, sepse Allahu nuk e fali shirkun dhe kufrin ditën e gjykimit, siç ka thënë Allahu Azza wa Jall: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk e fali shirkun, nuk e fali këtë mëkat ditën e kiametit, ashtu që ai njeri i cili vdes me kufër dhe me shirk nuk do ta përfshijë në asnjë mënyrë mëshirat madhit Allah Azza wa Jall. Pra, rujuni dhe mos i bëni Zotit shirk, mos i bëni Zotit kufër, adhurojeni të madhin Allah, kryeni farzat e Allahut, largojeni harameve, ndalesave të Allahut, e kjo është friga ndaj të madhit Allah, të cilën Allahu e kërkon prej nesh dhe prej mbar njerëzimit, sa herë drejtohet aty në o ju njerëz, keni drot madhin Allah Azza wa Jall. E pastaj Allahu a kujton njerëzve ditën e madhe, ditën e kiametit. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a. Ua kujton robëve të ti ditën e madhe të kiametit, ditën në të cilën nga vështërsitë e mëdha, nga friga e madhe që i ka plan njerëzimin, nga sikletet merri i madh, në veçanti jo besimtarët, nuk i bie ndërmend as kujt për as kënd, madje se thot ajetin në fjalë, ditë në të cilën prindi nuk mund të ndihmoj fëmijët. E i shkretin këtë dynja ka qenë në gjendje me dhanë jetën e ti dhe krejt çfarë posedon për fëmijën e ti. Po dhe në të kundërtën as fëmiju nuk mund të ndihmoj as gjë prindit, pra askush as kujtë me gjithë lidhjet e forta që i kanë pasur mes vete në dynja, dhe kanë qenë në gjendje të ofrojnë ndihmë njëri tjetrit kur do qoftë dhe çfarë do lloj ndihme qoftë ajo. Vije dita ku askush prej askujt nuk ka dobi, pos prej ameleve të ti të cilat i ka bërë sa ka qenë në këtë dynja. Askush prej askujt nuk ka dobi, pos prej mëshirës të madhit Allah Azza wa Jall, ndaj e vetmja shpresë që i mbetet robit ditën e kiametit është Allahu. E pastaj amelet veprat e ti të cilat i ka bërë sa ka qenë në këtë dynja. Amelet, veprat e mira të cilat i ka bërë në dynja, ato janë të cilat i ndihmojnë robit në atë ditë të madhe. Për ndryshe, prindje, vladi, vllaue, motra, e kush do qoftë tjetër, nuk vijen në shprehje me ndihmu askujt. Madje se cili prej tyre e ka vetëm një dert, dertin e vetë
qysh me shpëtue për veti atë ditë të madhe. Se që ka thanë Allahu Azza wa Jall në surët Abese, Jaume yafirru l-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Atë ditë kur ik njeriu prej vllaut të tij, prej nanës së tij, prej babës së tij, prej gruas së tij, prej shokut të tij, prej secilit njeri, ik secili prej tjetrit. Atë ditë kur secilit I mjafton ajo çfarë ka në krahët e vet e në supet e vet. I mjaftojnë telashet e veta, e amelet e veta, gjenahet e veta, e nuk don kush me ni, madje mundohet me ik ajeti pa thot, ik nana prej birit, ik vllau prej motrës, ik njerëzit të dashur që kanë dashur njëri tjetrin këtë dynja, ikon atje, nga friga se mos po I shtohen edhe më shumë gjenahet, e po I pakohen gjasat për të shpëtuar. Kthehemi tek ajeti në fjalë, ku I madhi Allah Azza wa Jall pra, pasi që atërhek vrejtjen njerëzve, se ajo është ditë kur prindin nuk ka mundësi asgjë të ndihmoj evladit të tij, pas evladit prindit të tij, në vazhdim I madhi Allah Azza wa Jall, u atërhek vrejtjen njerëzve nga mashtrimet e kësaj dynjaje. Fela tagurrannakumul hayatud dunya, wala yagurrannakum billahil gharur. O ju njerëz, mos t'ju mashtron juve dynjaja, o ju njerëz, mos t'ju mashtrojnë juve të mirat e dynjas, e Zotë njeriu në këtë dynjaja mashtron. Andaj Allahu I madhruar u atërhek vrejtjen njerëzve, në mënyrë që të qelin të hapin syt para se më bovan, e kërsnimet e të madhit Allah, sikur se ky ajet kanë dobi të madhe për njerëzimin, ani pse kanë ardhur në mënyrë të randë, shumë kërcënuese, por të njëjtën kohë janë mëshirë prej Allahut për robët e tij, sepse nëpërmjet këtyre ajeteve Allahu I thret jo muslimanët që ta besojnë Zotin hak, mos t'i bojnë Zotit shirk, mos t'i bojnë Zotit kufër, mos t'a adhurojnë askënd pas Allahut, sepse nuk ka rrugë tjetër pas rrugës së pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk ka din tjetër të vërtet të cilën e pranon I madhi Allah dhe për të shpërblen, pos dinit Islam. Andaj hapni syt o ju njerëz, e prekni kokën tuaj para se më bovon, ndërsa për besimtarët, kur I ndëgjojnë këto ajete, u shtohet friga ndaj të madhit Allah dhe shpejtojnë për me I krye farzet e Zotit, e me ik harameve të cilat I ka bërë Zoti haram, në mënyrë që të afrohen sa ma shumë të Allahu, e të shpëtojnë në atë ditë të madhe, e cila është ditë të ndarjes mes së keqes dhe së mirës. Pra Allahu thot, o ju njerëz, mos t'ju mashtron juve dynjaja, sepse dynjaja shkon shpejt. Mos t'ju mashtron rinia, sepse shumë shpejt kalon e vije pleqëria. Mos t'ju mashtron shëndeti, sepse shumë shpejt kalon e vije sëmurja. Mos t'ju mashtron pasuria, nga se edhe e kalon e mund të vije varfëria. Mos t'ju mashtron grupi I madh
e antarëve të familjes e shokët e miqt e shumë të të tjerë, sepse shumë shpejt vije vetmia, e shumë herë vetmia shumë kujt i vije në dynja, sa që e mërmalli me qelë gojen me diken, e lërë më kur t'i vija agonia vdekjes, e ta varrosi me robin, as kush prej neve nuk përrin me ta, por përrin veton dhe krejt veton, vetëm me amelet e veta që i ka. Mos që mashtron kjo dynja me të mirat e shumta, sepse këtu krejt kalojnë, dhe vije fundi i dynjas, dhe vije koha me vdekur e me dal para të madhit Allah. Mos që mashtron ju e krye mashtrusi, e që ka për qëllim i madhi Allah shejtanin e mallkuar, i cili është i përbëtuar dhe i zëtuar, se të dëbëj qmës rëb të Allahut me i mashtruar dhe me i devijuar. Mos t'ju mashtrojnë intrigat e shejtanit, se ka kën e qënë Allahu në gjehnem, ndaj Zotë ka mëshirën e madhe dhe na mëshiron, edhe nëse nuk falimi nuk agjirojmë, edhe nëse bëjmë harame të tjerë, Allahu na mëshiron. Kjo është intrigë dhe kurth e madhe shejtanit të mallkuar, sikurse intriga po kurthja tjetër, i cili shumë vetave u flet në vesh të tyne, se kush është qu prej asaj dynjaje me u kthy, e me na tregue se çfarë ka atje. La ilahe illallah, për ata Allahu Azza wa Jall tha, inna wa'dallahi haq. Vërtet premtimi i Zotit është hak. O ju njerëz, e pastaj tha, fela tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahi al-gharur. Premtimi i Zotit është hak. Premtimi i Zotit se keni me dal para Allahut është hak. Premtimi i Zotit se keni me dhanë llogari para Allahut është hak. Nuk ka dyshim në te. Premtimi i Zotit se njerëzit do të hyjnë në xhenet, ata që do t'i futë Allahu në xhenet, dhe do të hyjnë të tjerë në xhehenem, ata që kanë kundërshtuar e luftuar të madhin Allah, është hak. Dhe krejt çfarë thot Allahu është hak. Andaj ne si musliman e dim hakun hak, dhe besojmë hakun hak, dhe e pasojmë hakun atë sa mundemi, dhe dim të shtremtën të shtremtë, të devijuarën të devijuar, dhe i ikemi, shmangemi, i largohemi, dhe gjithherë duke i mbështetur të madhit Allah, dhe duke kërkuar prej ti ndihmë që të na forcon dinin e ti, e të na ruan këtë iman dhe këtë dritë qiellore, me të cilën ai ka ndriçuar zemrat tona, e të na mundsoj Allahu Azza wa Jall që të jetojmë si musliman, të shika hije një muslimani, i cili shpejton me i krye farzet e Allahut Azza wa Jall, dhe ik prej harameve, ndalesave të cilat Allahu i ka bërë haram, e në kryet farzeve pas fjales la ilahe illallah, është namazë vëllezër musliman, është respekti i prindërve, është rujtja lidhjes farefisnore, është morali dhe etika e lartë me të cilën duhet të pajiset besimtari, dhe kështu me radhë obligime dhe detyrime të ndryshme me të cilat na obligon dhe na mëson e këshillon feja jonë e madhe, e në anën e tjetër na të rikvrejtjen për harameve dhe gjunaheve, të cilat veç i dim që janë gjunahe dhe harame, por prap po na mashtron dynjaja, apo po na mashtron i mallkuari. Allahu e mallkoft atë dhe ushtrinë e tina, ja Rabbel Alamin, e neve na forcoft në din, e na bëft të jetojmë si musliman, të vdesemi si musliman, e të ringjallemi si musliman. Allahumma amin, walhamdulillahi Rabbil Alamin.